أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد. Falënderimet dhe lavdrimet e sinqerta I takojnë të madhit Allah xhalla shanu. Përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra të nderuara, gjithë ju që jeni prezant këtu në xhaminë e Sebahut dhe gjithë ju që na ndiqni përmes radio televizionit Islam, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira Allahu qoftë mbi ju. Lusë Allahun e madhërisëm që agjerimin ton, namazin dhe të gjitha punët e mira, të cilat I kemi bërë të na I pranon dhe të na mundsoj që edhe këto ditë të cilat na kanë ngelur prej muajit të bekuar Ramazan, t'i kalojmë me agjerim, me adhurim dhe me punë të mira. Ajo që dua ta shpjegoj në këtë paraqitje ka të bëjë me agjerimin dhe medikamentet apo ilaçet. Në fakt, fetarisht, Allahu I madhërisëm në Kur'anin famlar na ka treguar se njeriu, personi I cili është I sëmur dhe sëmundja e tij nuk ja mundson që të agjeroj për shkak se duhet të merr medikamente brenda ditës, apo se agjerimi I randon sëmundjen, e ka liruar prej agjerimit derisa është I smur dhe atë do ta kompenzoj me agjerim pasi të shërohet, pra pas Ramazani, apo me fidje, me ushqim të një të varfërit, nëse edhe pas Ramazanit nuk shërohet gjithësisht, ka një smundje afatgjate nga e cila nuk shërohet. Mirë po, ka raste kur ndonjë person I cili ka ndonjë smundje apo ndonjë dhimbje, mund të merr ndonjë medikament të caktuar, veçanërisht kur janë në pjetje injeksionet. Për shembull, ka raste kur një person mund të ketë tensionin lart dhe I duhet një intervenim I shpejt për ta ulur tensionin. Dhe këtu tash parashtrohet pyetja, nëse ky person është me agjerim, pra agjeron, a I prishet agjerimi apo nuk I prishet agjerimi. Normalisht do të nisim me injeksionet e më pas do të dalim edhe te tabletat, për të cilat po ashtu është zhvilluar një debat. Përsa u përket vaksinave, siç është rasti tash me vaksinën kundër COVID-19, vakcinat nuk e prishin agjerimin. Vaksina, por dallon injeksioni prej vaksinës. Injeksionet nuk janë të gjitha të njëjta. Ka injeksionet që jepen, për shembull, vetëm për të intervenuar, për të ndalur dhimbjet, për të ulur tensioni, nëse ka njeriu tensionin e lartë, por ka edhe injeksione të cilat janë ushqyese, kanë vitamine dhe ushqejnë trupin. E mos të flasim më për infuzionet, të cilat njeriu I merr dhe këto e forcojnë trupin e njeriu dhe e ushqejnë po ashtu, sepse kanë shumë vitamine. Për punën e injeksioneve, dietarët kanë thënë se nëse njeriu ndodhen që gjatë agjerimit të ketë nevojë të merr injeksione, nëse injeksioni nuk është ushqyes, por është për ta ndalur dhimbjen, apo për ta ul tensionin e gjakut nëse ka tensionin shumë të lartë, pra nuk është ushqyes, atëherë injeksionet nuk e prishin agjerimin. Do të thotë mund edhe ta merr atë injeksion, edhe mund ta vazhdoj agjerimin pa problem, nuk I është prishur agjerimi. Pse? Sepse ai injeksion nuk merret ka goja, pra nuk e piti injeksionin, por e merr në një mënyrë jo natyrore, që nuk është natyrore të trajtohet si haje apo pije, dhe po ashtu ai nuk është ushqim, nuk është ushqyes. Me thënë është për të intervenuar, për të zbutur një smundje, apo eventualisht për tensionin e gjakut, apo diçka tjetër të ngjashme. Pra, derisa nuk është ushqyes,
mendojnë dietarët se nuk e prish agjerimin. Normalisht më duhet të përmendi se mund të dëgjoni edhe mendime se ka dikush që thotë çdo gjë që futet në trup e prish agjerimin. Mirë po, ne i ndjekim ata dietar të cilët thonë se injeksionet derisa nuk janë ushqyese, nuk janë pra vitaminoze, nuk e prishin agjerimin. Ndërkaq, nëse injeksionet janë ushqyese, pra kanë vitamine, në këtë rast, sipas një grupi bukur të mirë të ulemave, këto injeksione e prishin agjerimin për shkak se e forcojnë trupin. Do të thotë ushqimin ti nuk e merr nga goja, por e merr nga venët, e merr përmes një rrugë tjetër, përmes injeksioneve, mirë po përfundimi atij është se ta forcon trupin tënd pra, të ushqen në një formë edhe përmes ushqet njeriu edhe përmes injeksionit. Në këtë rast, sipas këtyre dietarëve, pra, thonë që ai person i cili duhet të merr një injekcion ushqies, atë ditë të Ramazanit duhet të agjeroj pas Ramazanit. Normalisht agjerimi pra i prishet. Kjo është sipas mendimit të një grupi dietarëve, ndërkaq me këtë dua të them se ka edhe mendime tjera, por nuk dua faktikisht që të randoj dhe të dalim në fund kur përmendim shumë mendime nuk e marrim vesh se çka është puna. Kështu që çështja është se nëse mendimi të cilin ne ndjekim, por them ka edhe mendime tjera, është se injeksionet që nuk janë vitaminoze nuk e prishin agjerimin, injeksionet që janë vitaminoze apo që janë ushqyese, ato e prishin dhe duhet atë ditë të agjerosh. E tash duhet ta pjesësh mjekin. Mjeku i cili ti ta rekomandon për shembull një injekcion, duhet ta pjesësh edhe ti thuash drejt se unë jam musliman, agjeroj si është puna. Nëse je në vendlinje mjekët tek ne, edhe vetë mund të thonë, por nëse je për shembull këtu në Zvicër ose në ndonjë vend tjetër evropian, duhet ta pjesësh, nëse mjeku nuk është musliman, duhet t'i thuash se unë kështu e kam punën, edhe ai të tregon se injeksioni që ta ka rekomanduar është ushqyes apo nuk është ushqyes. Nëse merr infuzioni sipas mendimit të pjesës më të madhe të dietarëve e prish agjerimin. Infuzioni, pse? Sepse infuzioni është ushqyes. Krejt është me gjëra ushqyese për trupin e njeriut dhe për këtë shkak ai e prish agjerimin. Normalisht, nëse ti je i sëmur, mund të marrish infuzion gjatë Ramazanit, nëse ke probleme dhe thot mjeku se duhet të marrish infuzion, mirë po duhet ta kesh parasysh se atë ditë kur ke marr infuzion duhet ta kompenzosh pas Ramazanit, sepse sipas mendimit të shumë dietarëve pra infuzioni e prish agjerimin. Ngelet çështja e tabletave, për shembull, të marrish analgin ose dafalgan. Dhe pse e përmendim këtë? E përmendim këtë se ne si zakonisht tabletat i pim me ujë. Mirë po është zhvilluar një debat, për shembull, nëse tabletat dafalganin ose analginin ose tjera, nëse i merr nga goja, prap i përtyp, i çon por pa ujë. Vetëm tabletën si tablet e përtyp edhe e çon te poshtë, ama pa ujë. Çka është puna atëherë me Ramazanin? Nëse e përtyp edhe e çon te poshtë, në fyt, e çon në lukth në brendit të trupit, edhe pa ujë nëse është agjerimi prishet. Për shkak se ti ke përtypur diçka, ajo përmban elemente të caktuara dhe kur e fut brenda ka goja pra kalon fytin, shkon në brendit të trupit, kjo e prish agjerimin. Pra mos të mendoj dikush se nëse tabletën, për shembull dafalganin, e merr dhe e gryen në gojë me dhëm, e copton dhe e çon te poshtë pa ujë se nuk ta prish. Jo, agjerimi prishet. Por atë nëse je i detyruar, për shembull, ke kokdhimbje të madhe ose ke ndonjë dhimbje tjetër ose ke temperaturë të madhe dhe detyrohesh të marrish tazam dafalgan ose medikamente tjera që janë për të ullë temperatura dhe mendosh se unë nëse e përtypi atë pa ujë nuk më prishet agjerimi, ajo nuk është e saktë, pra agjerimi prishet atë ditë, normalisht ti nuk je mëkatar, ti e ke bë për shkak se je i sëmur, por atë ditë të Ramazanit do ta kompenzosh pas Ramazanit. Agjerimi nuk prishet po ashtu nëse për shembull
ti shkon në një laborator, mjeku të rekomandon, thot duhet të ta bëjmë analizë gjakun. Edhe tash shkon ti edhe të marrin gjak për të ta bërë analizë. Nëse të marrin gjak, në këtë rast edhe shumë e pjesën këtë pyetje, agjërimi nuk prishet pra. Lirisht ti shkon në laborator, le të marrin gjak, le ta bëjnë analizë, dhënia e gjakut në fakt pra, marrja e gjakut prej personit për analiza mjekësore nuk e prish agjërimin dhe nuk ka nevojë ai që atë ditë ta agjëroj mbas Ramazanit, por ajo ditë është e vlefshme sepse marrja e gjakut, nxjerrja e gjakut prej trupit nuk e prish agjërimin. Agjërimin e prish nëse futish diçka në trup. Po ashtu edhe nëse të dalin hundët gjak. Edhe nëse të dalin hundët gjak, nuk prishet agjërimi. Për shkak se ti nxjerr diçka prej trupit, nuk fut në brenda në trup diçka. Pra, këto dy gjëra nuk e prishin agjërimin. E lutim Allahun xhallashanuhu që të na bëjë të mundshme edhe këto ditë të ngelura të muajit Ramazan, të cilat pra veç më janë shumë pak, të na mundsoj pra t'i kalojmë me agjërim, me adhurim, me punë të mira dhe të na bëjë të mundur pra që të dalim prej muajit të bekuar Ramazan përfitues dhe me plot sevape inshallah dhe me energji që edhe pas Ramazani ta vazhdojmë këtë rrugë. Allahu xhallahu inshallah luçet tona, duat tona i pranon, nga të këqijat na largon dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam na takon. Walillahil Fatiha.